Kam ngarkuar një grup prej 3 personash që do të negociojnë me partitë e tjera për emra. Jo, më falni minutë. Do t'jetë Flamur Noka, Belin Kliçi edhe zoti Ilir Ali Mehmeti. Do jenë përfaqësuesit tanë do negociojnë me partitë e tjera. Po tani, a më shkon mua që unë të nga një anë të ngarkoj dhe të them partive opozitare të negociojnë, nga ana tjetër të them emra. Kjo nuk më shkon. Prandaj ata kanë filluar, do fillojnë sot punën, do të thonë do të bashkëndojnë, kanë filluar që djeni një farë mënyre, në disa aspekte. Këta 3 persona, zoti Noka, zoti Kliçi dhe zoti Ali Mehmeti, janë të ngarkuar të negociojnë me të gjitha partitë opozitare, koalicionit dhe jashtë koalicionit. Edhe me kandidatët, këta 3 janë të mandatuar për të gjetur kandidatin? Ata takojnë për kandidatët me partitë. Pasi të bien dakord, pse do të bien dakord për emrin apo emrat me partitë tjera. Pastaj vjen radha e kandidatëve. Pra, puna është në vazhdim. Unë natyrisht nuk kam ndërmend që të pronëzohem për njeri, me qenë se ky është një proces. Pastaj, po të ishte për ndryshe, krijonin proces, po fisja unë këtu, vija ju thosha që kandidati i preferuar do jetë ky. Jo, nuk është ashtu.